Kiara Dido dhe Luiz Zelli janë çifti më i përfolur i momentit. Çifti ka publikuar se tani më do të publikojë filmin ku protagonist kryesor është Luizi dhe Kiara. Por e ftuar në një emision, ajo ka reaguar për herë të parë publikisht ndaj komenteve dhe polemikave që shpërthyen në rrjetet sociale pas prezantimit që Luiz Zelli i bëri asaj në ditën e parë të spektaklit që Kiara moderon. Ajo të sqaroi se momenti i prezantimit, i cili u interpretuar nga disa si një mbrojtje nga ana Luizit, nuk ishte as pak në këtë kuptim. Ajo theksoi se reagimet kanë qenë të egzageruara dhe se nuk e ndjen nevojën që bashorti i saj ta mbrojë publikisht. Nuk ka kuptim të marr burrin për të më mbrojtur. Në fakt isha me dorë në zemër në momentin që doli Luizi, duke ditur natyrën e tij spontane, por ishte një gjë shumë e bukur, u shpreh Kiara. Moderatorja sqaroi se fjalët e Luizit nuk kishin lidhje me ndonjë mbrojtje nga televizioni apo nga situata të caktuara, por ishin thjesht pjesë e mënyrës së tij të shprehjes. Sipas saj, shumë persona mund ta kenë keq interpretuar situatën duke fokusuar te ideja sepse Luizi duhet të flisë në emër të saj, ndërkohë që mesazhi ishte krejtësisht ndryshe. Gjatë prezantimit, Luizi u shpreh se Kiara është një vajzë që është munduar të lihet në hije, por hija simbolon dritën, ajo është drita e diellit. Kiara shpjegoi se kjo frazë ishte një reagim ndaj kritikave të vazhdueshme në rrjetet sociale. Ishte një thirrje për ato komente që vazhdimisht kritikojnë, gjykojnë dhe në një farë mënyrë ndikojnë edhe tek familja. Dakor, nuk i pëlqen të gjithëve, por ishte një mënyrë ndryshe për ta thënë këtë, deklaroi ajo. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.